krizës ekonomike që kena vrana dhe pritet që çmimi i naftës fatkeqësisht të shkojë deri në 2 euro. Do doja që në pjesën e dytë të diskutojmë pak edhe për çështjen e gjykatës kushtetuese rreth një marrë si është afati i fundit, por se gjatë ditës kanë aluduar, domethënë kanë qarkulluar informacione që gjykata kushtetuese mund t'i jap afat zotit, domethënë deputatëve që ta zgjedhin, ta kenë edhe një kandidat për president. Mendoj ke dëgjuar këtë pjesë? Po, e poshtë sot lajmin që qarkulloj. Nëse tash gjithmonë kur jem pritjet në informate, është ajo fusha e spekulimeve gjithmonë është më e madhe, edhe mediat masane ju bojnë për shkak të klikime dhe këtyre gjëra, po mundën me pas informacione. Mundën me pas informacione që nuk besoj që e kanë informacionin 100% sakt. Tash na kemi diskutuar, nështë zdia kemi diskutuar edhe në studio. Jo, po më përgjithësi unë po mendoj se do të me prit njerë krejt vendimin, edhe me pa sakt çka ka thonë, edhe çush është interpretu, edhe dekreti presidente, se cila thirret nenin specifik, nenin 86, i cili o nen specifik vetëm për zgjedhjen e presidentit vendit, edhe nenin 82, që i parashetu procedurat paraprake për me ardhur deri te zgjedhja e presidentit. Unë po them, unë jurist nuk jam edhe nuk mëjmë me folë si kompetent në çështjet juridike dhe me bo interpretime tipike juridike, po mendim personal mëj me dhomë për këtë par pune, edhe unë e pres. Në basë asaj që akom lexu edhe në basë të rrethonave që i një prej mas të uftës e deri tash në Kosovë, në basë që asaj që akom mujt me kuptu, unë e presim mu aprovu dekreti presidentes. Për shkak se nuk e di qysh ka me interpretu ose çka ka me në thonë gjykata kushtetuese, momentin kër e ki një nen edhe një pik të ati neni e cila është detyruse, edhe cakton afat detyrus, që i bjen, jo më vonë se 30 dit duhet me pas presidentin vendit zgjedhur. Mirë. Mos më pas zgjedh presidenti jo më vonë se 30 ditë, çka kishë ndodhur, domethënë, a ki drejti mas as 30 ditë që me zgjedh president nuk ka nen, që thot mas asaj, po lehet edhe që ke mundësi edhe mas nëse kalon që e fat mundet më thot. Jo, e vërtet që sot se deputetët e televizjes vendosje kanë qenë bindur që do të ketë zgjedhje nëse nuk zgjedhet presidenti në afat caktuar. Për zgjedhjes tash e jap mendimin tam. Edhe si mas interpretimeve të ekspertave, kushtetuta nuk do të më marrë mu interpretu nen për nen, po do të më marrë si tërësi dhe ndërlidhje, nenet me nenet, dhe më thonë neni me nen. Edhe që të nenin 86, pra për referona juristave dhe njerëzve që merren me këto çështje. Në qatë nen në fund, se gjithkush po thotë nuk e parasheh kushtetuta që me bo nëse nuk zgjedhet jo më vonë se 30 ditë, po e parasheh neni fundit. E neni fundit thotë shpërbëhet, pavarësisht që ajo e parashet procedurën, po që kjo pika 2 nuk o respektu heq, nëse që kjo pik nuk o respektu fare, atër s'mu i me shkun të 3 pika tjera, atër që metet, me të të shpërndarja. Logikisht po flasë si matematicien që tash po flasë. E qësë formulën dhe bëgjesëm x-in y-ën, që për në del në fund në del shpërndarja e kuvendit. Edhe unë mendoj që dhonja afatit për i 60 dit, është një favor që i bëhet lëvizjes vendosje, për shkak se në zgjedhje kemi me shku si u aprovu, si su aprovu na kemi me shku në zgjedhje në orë. Si pse një me se fillim e tha që të për shkak se nëse aprovohet kemi me shku në maj, i cilën nuk i konvenona, nuk i shkon shumë favor lëvizjes vendosje, nëse na shkojmë me 10 maj ose me 17 maj në zgjedhje. Po nëse shtyhet, nëse jepet afati 60 ditor, kemi me shku në korrekt. Afat i planifikum i Albin Kurtit, për me mri bash aty ku dal. Njeri me fat. Me fat jo po me plan, se me fat hiç, po veç po planifikon edhe krejt komplet për zbatohet planet cilin e bën. Për shkak se s'buka kush e sfidon, knej. Kështu që në zgjedhje kemi me shku se nuk besoj që kemë pas marrëveshje nuk kemë pas për president në orë. Urna? Nuk kemë pas marrëveshje për president nëse vetë për shkak se aty kur mundet me pas marrëveshje, vetëm nëse lëvizja vendosje e presidentin LDK-s, që e ka shumë aftësi. E nashta është një lojë që këto dyja mu bashku. Do të mja dhonë PDK-s. A ekziston një mundësi që këto dyja mujnë mu bashku, ose e kanë si pretendim mu bashku bashkë që me arritë presidenti edhe të një koalicion me zvete? Po flet pas zgjedhje? Po. Mu bashku këto partit? Jo, LDK me vetë vendosjen.
Do shtaj ka rojtë LDK pishmon pak që së shku ma herët. LDK me vetëvendosin mundet, po nuk ju besojnë votave komplet. Dhe prapë të 80 votave nuk ju besojnë shumë. Albini e tha vetë, me gojtë vetë, kush ka dosh me kuptu. Tha na vinë 85, jo 80, tha se si besohet do deputetve. E me PTK-n e ka të sigurt. Me PTK-n e siguron më rinjë që 85-shin. Mërë me i pasë nësë. Mirë po, tash sa është i gatshëm Albin Kurti mi adhon presidentin PDK-s ose LDK-s, dikon që se ka nën kontrol, e ka pak problematike. E ka pak problematike. PDK. Shiko, Se nuk e kryve veç edhe një fjali e pa, ta më falë. Nëse matematika tjetër, tash po flasim, tash po thamë, jemi në momentin kur mujmë me bëjnë interpretime çfarë dojmë, atë në analiza çfarë dojmë. Tash nëse matematika tjetër, nëse vetëvendosja pranon me marrë presidentin, që në fakt për mendimin tanë, ma shumë i këshku menu me marrë presidentin, edhe një vetëvendosit. Normal që ka menat. Jo, një adhon qeverin njën respektive partive tjera. Një adhon veshën e qeverisë, kryeministrin, se qeverin kretë jo, po kryeministrin. Se i kom menat vetëvendosjes për shkak se merë sa pozicion, votat i ka nesër me prish koalicionin, edhe prap mi marrë 3 pozita.